Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha komentoi djegjen e pallatit në Tiranë 2 ditë më parë, duke bërë përgjegjës përveç ndërtuesit edhe kryeministrin Edi Rama e kreun e Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj. Duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarëve për ngjarjen e rënd, Berisha deklaroi se pallati është ndërtuar në shkelje të rregullave të urbanistikës. I them Edi Ramës, avokatit të Armando Lilos, po nëse Armando Lilo pra nuk kishte faj, atë pse ja mbathi Armando Lilo zotëri? Na thuj pak. Pse ja mbathi? Pse iku? Pse iku nga drejtësia? Me që ti e nxjerr pa fajshëm. Është Rama i fajshëm, është Erjon Velia i fajshëm. Janë këta të cilët kanë shkatruar me betonizimin e Tiranës. Berisha komentoi edhe gjyqin që po zhvillohet ndaj tij dhe thirrjen si dëshmitar të kryeministrit Edi Rama. Do t'jemi ball për ball aty, edhe i thoni të bëhet burr, mos kërkoj pa media, mos kërkoj seancë pa media, të kërkoj mediat aty, kombëtare dhe ndërkombëtare, edhe të vinë të shohin shqiptarët se cili është Edi Rama në atë aferë. Ish kryeministri Sali Berisha po gjykohet për akuzën e korrupsionit në çështjen e privatizimit të ish kompleksit sportiv Partizani në favor të dhëndrit të tij Jamarbër Maltezi.